Që nga debutimi i këngës së saj të parë në vitin 2015, karriera e këngëtares shqiptare Dua Lipa ka qenë një trajektore vazhdimisht në arritje, e mbushur me arritje mbërslëndse dhe çmime të profilit të lartë. Nuk po flasim këtu vetëm për hitet radiofonike, por për një ndikim të vërtet kulturor, që e ka çuar atë të mbledh 3 çmime Grammy, 6 çmime Brit, 2 çmime Billboard Music dhe madje 2 rekorde botërore Guinness, një në vitin 2020 për numrin më të madh të biletave të shitura për një koncert të transmetimit të drejt për drejt në një artist solo dhe njëra tjetër në vitin 2021 për numrin më të madh të dëgjuesve mujor në Spotify për një artiste femër atë vit. Por sa është pasuria e saj neto dhe sa fiton nga muzika Dua Lipa? Stili i saj i patëmet, elegant dhe gjithmonë modern, i cili e bën të shfaq krijime të personalizuara nga shtëpi mode si Versace dhe Schiaparelli, nuk materializohet nga hiçi. Pas këtij imazhi të kuruar mirë fshihet një pasuri neto e fortë, e vlerësuar në rreth 35 milion dollar, një figurë e jashtëzakonshme, sigurisht, por e ndërtuar me këmbgulje dhe talent në më pak se një dekadë. Por si a doli Dua Lipa të arrinte nivele të tilla financiare? Përpara se të nënshkronte kontratën e saj të parë diskografike, jeta e Dua Lipës ishte e mbushur me punë të zakonshme dhe siç e pranoi vetë ajo, jo veçanërisht fitimprurse, ajo punoi në shitje me pakicë si asistente dyqani, si hostes në restorantin meksikan La Bodega Negra në Soho dhe madje si pritse të porta në një klub nate në Mayfair. Përvojën e fundit ajo kujton si të tmerrshme dhe as pak të këndshme, siç e pranoi vetë në një intervistë me Evening Standard në vitin 2016, sepse e gjeti veten të detyruar të refuzonte njerëzit, përfshirë miqtë e saj, për arsye banale, siç është veshja e tetëve. Në nënshkrimin e kontratës me Warner Bros. Records UK në vitin 2014, shënoi fillimin e një faze të re. Vitin pasardhës në vitin 2015 u publikua kënga e saj debutuese, New Love, e cila i parapriu publikimit të albumit me të njëjtin emër në vitin 2017, një vepër që mori menjëherë vlerësime të ngrohta nga kritikët e specializuar të artit. Megjithatë, ishte albumi i dytë, Future Nostalgia, i publikuar në vitin 2020, që i dha një shtys të vërtet karrierës së artistike të Dua Lipës. Ky album jo vetëm që e tejkaloi paraardhësinë e tij për sa i përket vlerësimeve nga kritika, por kënga e tij kryesore, Don't Start Now, arriti gjithashtu numrin 2 në listat prestigjioze të Billboard, duke vendosur si triumfi i saj më i madh komercial në Shtetet e Bashkuara deri në atë kohë. Ndikimi dhe prania e saj në top lista përforcohet më tej nga 5 këngë të tjera nga njëjti album. Kësaj i shtohen disa bashkëpunime me një onë të madhe përfshirë hyrjen e saj në botën e kinemas me një këngë për kolona zanore të filmit Barbie, një film në të cilin ai shfaqet edhe si interpretuese. Puna e saj më e fundit, albumi i saj i tretë i titulluar Radical Optimism, vazhdoi në këtë rrugë suksesi duke krijuar këngë me ndikim të lartë si Houdini, Training Season dhe Illusion, të cilat riafirmuan në forcë rolin e saj si një protagoniste pa diskutueshme në skenën bashkëkohore pop. Ndërsa muzika e saj është ngjitur në top lista, Future Nostalgia Tour i ka çuar fitimet e Dua Lipës në një nivel krejt tjetër. Turneu ka fituar mbi 40 milion dollar vetëm në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. Sipas Billboardit, pjesa e parë e turneut shiti 394.000 bileta, një rritje prej 346% krahasuar me turneun e albumit të saj debutues. Të ardhurat bruto për shfaqje ishin gjithashtu shumë të larta, duke arritur një shifër marramendse prej 1479%, thënë thjesht arritën shifra marramendse. Përveç të ardhurave të drejt për drejta nga muzika dhe turnet e saj, Dua Lipa ka kultivuar një aktivitet fitimprurës si mbështetëse e disa prej markave më prestigjioze në botë. Ajo është fytyra e aromës libre të Yves Saint Laurent dhe ka bashkëpunuar me Evian dhe Puma. Sigur të mos mjaftonte kjo, ajo nënshkroi edhe 3 koleksione për Pepe Jeans dhe lançoi koleksionin La Vacanza në bashkëpunim me Donatella Versace. Sipas vlerësimeve të Celebrity Net Worth, e gjithë kjo punë e palodhur dhe talenti pamohueshëm janë shpërblyer. Pasuria neto e Dua Lipës, siç u përmend tashmë, është 35 milion dollar.